të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takoheni sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë në fakt një lajm që ka bërë lëmsh publikun shqiptar. Ditë më parë në studion e SBS kompani në Kosovë, Egli Tako me njëherë pas ndarjes nga Fifi publikoi një video ku po bënte reklam të një parfumit dhe kishte bërë tak kidën. Shumica e shqiptarëve me njëherë dyshuan dhe hodhën hamendësime që Egli po bën një këngë me kidën, artisten e mrekullueshme shqiptare, një këngëtare e cila ka bërë namin në skenën e muzikës shqip. Por, nuk është kjo kida për të cilën shqiptarët mendojnë dhe për të cilën thuhet. Bëhet fjalë për një këngëtar që ka nofkën e tij artistike Kida. Bëhet fjalë për Mërgim Kidën, një djalë i cili jeton në Suedi, i lindur më 7 gusht të vitit 97, me origjinë është nga Gjakova, një reper shumë i njohur, në qoftë se ne do të hedhim syt dhe do shohim punën që ai bën në të gjithë karrierën e tij, do me thënë ka këngë të ndryshme, shumë të klikuar, ka bashkëpunim me Fifin, ka bashkëpunim me MC Kreshën, ka bashkëpunim me Ylli Limanin dhe shumë artistë të tjerë, dhe siç duket bashkëpunimi i radhës me këngëtarin kaq të dashur Kida, i cili është i shumë klikuar në kanalin YouTube të tij ku i publikon të gjithë artin e tij, do me thënë ka një zë shumë specifik, ka një zë shumë të bukur, e kam dëgjuar me detaje, kam studiuar zërin e tij, më ka pasionuar. Një këngëtar që vërtet të bë ka për vete që në herën e parë kur e dëgjon, unë nuk e kisha dëgjuar më herët, por sot e kam dëgjuar si artist edhe më ka pasionuar pafund gjatë hulumtimit kur bëra për këngën me Egli Takon dhe ishte një super vokalist. Këngët e tij ishin tepër të klikueshme, do me thënë kishte bashkëpunime me këngëtarë serioz të estradës shqiptare, këngëtarë të cilët vërtet kanë sjellur hite dhe këngët e tij ishin shndruar në hite. Kënga që në fakt më së shumti më pëlqeu e Kidës ishte Malli, një këngë që ishte melankolike, dashurie në formën se si këndonte Kida, por vokalisht ishte shumë i mirë dhe do kisha preferuar të dy produksionet si ai i Kosovës dhe i Shqipërisë t'i bënin një ftesë për Big Brother, se ndoshta është në një figurë që do të na pasionon apo zbuluam një mega talent të ri. Siç duket Egli Tako do të bëj bashkëpunimin me këtë djalin, me këtë artistin, me këtë Kida, do të thënë jo me Kidën këngëtaren e njohur shqiptare, po nga që kanë po të njëjtin emër dhe është ky lëmshi që po bëhet në rrjetet sociale, doja t'ju sqaroj, bëhet fjalë për këtë djalë. Egli nuk ka dhënë detaje të detajuara të këngës se me kë do të vijë në bashkëpunim dhe me kë do të jetë kjo këngë, por do me thënë 2 apo 3 emra që përfliten janë Kida, Lumi B dhe Getuar Selimi, por 99.9% le të qëndrojmë te Kida pasi që është pjesë edhe e kompanisë SBS.